Akuzoi Epstein për skandalet, zhduket në mënyrë misterioze modelja e njohur. Një misteri i madh po rrethon zhdukjen Elisabetta Tifereto, një 50 vjeçare italiane që jetonte në New York City dhe ishte një ndër gratë e para që akuzoi Jeffrey Epstein për abuzim seksual. Sipas raportimeve, Ferreto rezulton e zhdukur që prej 22 prillit, pasi u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga një vizitë familjare në rajonin e Veneto. 50 vjeçaria me origjinë nga Montagna kishte udhëtuar në Itali në fillim të prillit për të takuar prindrit dhe vëllain e saj. Pas kthimit në New York City, komunikimi i saj i përditshëm me familjen u ndërpre papritur. Të afërmit thanë se telefonatat mbetën pa përgjigje, ndërsa llogaritë e saj në rrjetet sociale janë çaktivizuar ose fshirë. Familja raportoi zhdukje në prokurorinë e Rovigo, i cili hapi një procedim dhe njoftoi edhe Ministrinë e Jashtme italiane për të bashkëpunuar me autoritetet amerikane. Sipas informacioneve, autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur hetimet, por deri tani nuk ka asnjë gjurmë të saj. Emri i Elisabetta Tifereto u bë publik në vitin 2019 kur ajo foli për një takim të dyshuar me Jeffrey Epstein në vitin 2004, duke pretenduar se ishte prezantuar me të përmes agjentit të saj të modës.